O ju njerëz, ju në Resulullahin keni model të mirë, madje më të mirin të mundshëm. Model se si me adhuru Allahun Azza wa Jall, se si me dasht Allahun, si me dasht këtë din, si me dasht këtë Kur'an, si me jetu me këtë Kur'an. Lëmi a i lumi që në zanë natën e kadrit. E mjafton ajeti Kur'anor, nata e kadrit me vleshme se sa 1000 muaj. Një jetë njeriu, 84 vite sa. 84 vite pa gjumë, pa pushim, pa hangër, pa pi. Por 24 orë në adhurim një ibadet. E që bijemi jetën tonë 200 vjetë. Sepse ne që jetojmë 80 vjetë, na se kemë 80 vjetë ibadet. Po se kemë as 20 vjetë ibadet, me ne mbledh krejt. Se kemë 20 vjetë ibadet, nëse jetojmë 80 vjetë, pra do të me jetue 2-3 jeta për me zanë vlerën një natët 4. E xhamis, më si ndoni, o musliman, doni xhamia, shtëpia të Zotit. Ma shumë se shtëpitë e juve. Sepse ai që dën xhamia të Zotit, e dën pranarin e xhamiave, e që është Allahu. Ai që futet në xhami për hatër të Zotit, e që është shtëpia e Zotit, me emrin e Allahut ai është fut në xhenet Zotit. Nuk ka me zhgëny Allah atë njeri në ditën e Kiametit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë të madhin Allah Azza wa Jall, gjithë herë dhe çdo herë. E falenderojmë për të mirat e shumta me të cilat ai na ka ndëruar, e që ato janë të panumërta, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, që është thëtë edhe vetë i madhi Allah, se nëse përpiqeni të numëroni të mirat e Zotit, nuk doja arrini dot, nuk mundeni. E falenderojmë Allahun për këtë muaj të bekuar Ramazan, në të cilin aq shumë na nderoi i madhi Zot. Salavat dhe selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wasallam, i cili aq shumë i përkushtua të madhit Allah gjatë gjithë jetës së tij, e me theks të veçantë gjatë muajit Ramazan, e me theks edhe më të veçantë gjatë 10 netëve të fundit të muajit të bekuar. E pejgamberi Zotit ishte shembull dhe mostër për ne, model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. O ju njerëz, ju në Resulullahin keni model të mirë, madje më të mirin të mundshëm. Model se si me adhuru Allahun Azza wa Jall, se si me dasht Allahun, si me dasht këtë din, si me dasht këtë Kur'an, si me jetu me këtë Kur'an. E keni model. Andaj, është tepër me rëndësi që ne si musliman, hoxhallar e xhamat, gra e burra, të shikojmë biografinë atij burrit madh, në përgjithësinë jetën e tij, në veçanti në muajin e bekuar Ramazan. Përderisa Ramazani është farz, shtyllë për shtyllave të Islamit, e që këtë na e tregon pejgamberi i bekuar alayhi salatu wassalam, përderisa Allahu na ka obliguar neve që të agjërojmë këtë muaj të bekuar Ramazan, e ta madhrojmë me adhurim, duke fillu me agjërim dhe ranë adhurimet e tjera. Femen shahide minkum ash-shahra falyasum, ai i cili e përjeton e zën gjallë këtë muaj të bekuar, le të agjeron. E pejgamberi i tij na demonstroi, na tregoi në praktik se si me madhru këtë muaj të bekuar, si me ngrit agjerimin, si me vlerësuar. Në fakt ne madhrojmë Allahun Azza wa Jall. Vërtet ishte rrënak i mirë për të gjithë ata që duan ta pasojnë atë, ai që e pason pejgamberin, ai ka shkuar sipas rrugës Allahut Azza wa Jall. Ai që dën pejgamberin e ka dashur Allahun, ai që ngon pejgamberin ka ngu Allahun, ai që beson pejgamberin e ka pasuar urdhat e Allahut edhe kështu me radhë.
Këtë muaj të bekuar Ramazan, në këta minuta që i kemë para vetës, çka të flet insani? Sigurisht se në këtë vend është folur shumë nga hoxha i nderuar vllau ynë, hoxha Jasir edhe të tjerë. E ka më folë edhe shumë me emër të Zotit. Këtë xhami sa të dëni madhi Allah me qenë këtë xhami, e me ardhë hoxhallar të tjerë me folë, me shpjegu dinin e Allahut Azza wa Jall. Pra, jo se ne nuk kemi ndëgjuar për Ramazanën veçanti për 10 e fundit, jo se nuk është shpjeguar këtij xhamati, por është shumë interesant dhe çuditshme fakti që Zoti e ka lanë ashtu që njerëzve mja përkujtue hajrin, mja përkujtu njëri tjetrit të mirat e dinit. Për atë Allahu ka thonë, wa dhakkir fe inne dhikra tanfa'ul mu'minin, përkujtoja të Muhammed atyne, po edhe të filan e filan përkujtoja. Pra, mësaja, por edhe përkujtoja kur i din, se m'ja mësu dhe me thonë kur si kanë ditë, ndërsa me përkujtu dhe me thonë i din për i kanë harru, ose i din por se kur se i kanë neglizhu, ose i din por ka nevoj prap me këndel. Ne e dimi se namazë është farz, po pse më zini në thërët me za, me na kujtu, ju me na mësu, po me na kujtu, o ju milet, erkoha namazë. Me na kujtu, edhe me na thirë në xhami. Pra përkujtimi është animal në dinë Zotit, e ne kemi obligim ja kujtu vëllezërve tanë, po edhe vetvetes, para se mja kujtu vëllezërve dhe motrave. La ilaha illallah, po të lexosh hadithet, të cilat e përshkruajnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, se se ka shfrytzuar këtë Ramazan, e në veçanti 10 e fundit muajt Ramazan. Çuditet insani, dhe i duket vetja se s'është askond, dhe jo vetëm ai i bekuar, por edhe familja e tij, por edhe shokët e tij dhe muslimanët e tjerë. Për ata ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadith të sahabët pejgamberit, anë Rasulullah kanë yajtahidu fil ashr al-awakhir, ma kanë yajtahidu fi ghayrihi min al-ayyam. Në 10 ditë e fundit ai i bekuar ka bërë mund, adhurim, ibadet të Ramazanit, që s'ka bërë më herët. Anim se ka bërë gjatë tanë mujtë Ramazan, por në fund 10 ditën e fundit, jo me 2 fishu, por me shumë fishu. Për ata nga kë kujdesi madh, mos më humbe as 1 minut, as në shpit vetë nuk ka flajt, por ka bëj itikaf në xhami. Në mënyrë që 24 orë me qenë në adhurim, në madhërim, në meditim, në lutje, në istikfar, në lexim të Kuranit dhe në përgjithësi në ibadet ndaj të madhit Allah. Krejt kjo me thjeshtësue shumë për një urtësi me nxanë natën e 4. Në nxanë natën e 4, të cilën ai që e zën atë natë ka fitu, sa të dush. Lëmja i lumë që në zën natën e 4. E mjafton ajeti Kur'anor, Lejletul Qadri khairun min 1000 shahr. Nata e 4 me vleshme se sa 1000 muaj. Një jetë njeriu, 84 vite sa. 84 vite pa gjumë, pa pushim, pa hangër, pa pi, por 24 orë në adhurim në ibadet. E që bijemi jetën tonë 200 vjetë, sepse ne që jetojmë 80 vjetë, nëse kemë 80 vjetë ibadet, përse kemë as 20 vjetë ibadet, më ne mbledh krejt.
Se kem 20 vjet ibadet, nëse jetojmë 80 vjet. Pra, do të me jetue 2-3 jeta për me zanë vlerën një natët 4. E neve Allahu na ka ndëruar me këtë natë 4. E që pejgamberi Zotit që është modelin i joni e kërkaj këtë natë. Dhe tha iltimisuha fil ashri al-awakhir, lyp në këtë natë një 10 netëshin e fundit. E pastaj tha 27-ën, 25-ën, disa transmitime rënë, por e rëndësishme është se Allahu e lam sheft në mënyrë që ne të adhurojmë Zotin për çdo natë. Prej natës 21, kur fillon nata 21, e deri sa duket hana, e që është iftari i fundit, e që dole dhe Ramazan. Këtë hajrë së në gjenë kërkon. Nuk po në gjenë kërkon këtë hajrë të madhë. Këtë sevap të madhë, me pak punë së në gjenë kërkon. Sikur se tash edhe jashtë natës kadrit. Ne pa agjerojnë, po më bo real, a jem të bënamin? Jo. Shumica e jonë sot, bisedoj me zveti, qysh me vajt në fari dijete, e qysh me paku pak ushqimet, e me rallu pak shujtjet, me zvëglu pak kalorinë e ushqimeve, shumica jonë. E Ramazani për në qënë që atë në venë. Kështu ashtu nami se kemi ba, se kemi ba nami. Se kërsa i cili jep, dha për gjamini 100.000 euro, për nami se ka ba. Po që 30.000, për dhe se ka ba namin. Pa të rëgama një cili ka dhonë këtë pasurin, apo një cili ka dhonë gjysme në pasuris tina. Qaj ka ba namin, që se në bërë më shumaj. Ndërsa unë ti, nëse e jep një 100-ën, një 1.000-ën, ose rrën pa hamër e pa pi, për namin se ke ba. Pa marësish kësaj, e tani shpërblimin sa ta sjellë Zotit. A vije përballë lodhjes tane? Jo, Allah nuk vjen. Për ata Allahu, pejgamberi kanë në hadith kutsi kanë Allahu, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është për mua dhe unë jam ai që shpërblej. Koha është e shkurt apo e ngushtë, edhe jeni ardhur për më fal. Dhe elhamdulillah që jeni ardhur për më fal. E xhamis më së ndani o musliman. O musliman. Doni xhamiat, shtëpiat e Zotit. Ma shumë se shtëpitë e juve. Sepse ai që don xhamiat e Zotit, e don pranarin e xhamiave, e që është Allahu. Ai që futet në xhami për hatër të Zotit, e që është shtëpia e Zotit, me emrin e Allahut ai është fut në xhenet Zotit. Nuk ka me zhgëny Allah atë njeri në ditën e kiametit. Nuk ka me zhgëny. Ai që vjen xhami për hatër Zotit, e ne inshallah tan vina për hatër Zotit. Me i dash xhamiat, fort me i dash xhamiat, fort me i dash. Më lidh me xhamia. Po jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Allahu na bëh prej tyne ja Rabbi. Zoti na pranov këtë ditë, po dhe ditë të tjera që kemi kaluar. Allahu na mundsof ta presim deri në fund këtë muaj të bekuar. Ja Rabbil Alamin. E të jem për atyre që zojnë natën e kadrit. Ja Rabbil Alamin. E që fitojnë fitoret madhe. Allahu na bëj për atyre që kur dalin për Ramazanit, dalin të falë për gjunahve, ja Rabbil Alamin. Allahu është i mëshirshëm, i plot fuqishëm. Me na mëshiru, lutja tona me na i pranu, dhe tanëve në xhenet me na çu, asgjë gjë se kushton Allahu Azza wa Jall. A për neve është shumë, është më shumë se gjithçka tjetër. Allahu na bëj për atyre që fitojnë fitore të madhe. Ja Rabbi, Allahumma amin, Zoti nderoft, e ju rujt, u apranoft çdo lutje, dua, e istighfar që e bëni gjatë këtij muaji të bekuar, e punë të hajrit, sadaka, e iftar, këtë punë të hajrit që e bëni, Allahu apranoft ja Rabbil Alamin. Faleminderit hoxhë nderuar, Zoti nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.